Pas 3 muaj shëtime, policia shqiptare ka arrestuar 15 persona që dyshon për shitjen e substancave narkotike të llojeve të ndryshme, kurse 16 të tjerë janë në kërkim nga autoritetet, ndërsa 5 persona ishin arrestuar më herët gjatë fazës së hetimeve, duke quar në gjithsej 36 persona të përfshirë në të njëjtin rast. Në kuadër të operacionit janë sekuestruar 60 kg e 300 gram kanabis sativa, 2 kg e 500 gram kokain, 4 armë, 121.000 euro, 60 milion lek dhe po ashtu edhe 5.000 pound celular dhe sendet e tjera të kundërligjshme. Tani flasim për zhvillimet e fundit mbi krizën në lindjen e mesme. Atje është vazhduar rënpushimi pas njoftimit të presidentit